Prefektura e Korçës ka njoftuar se në vijim të informacionit nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, aksi rrugor Librasht Pogradec është bllokuar plotësisht dhe do të jetë i pakalueshëm deri në njoftim të dytë. Nga ora 13:45, shërbimet e policisë rrugore janë vendosur në kryqëzimin e Qafthanës, Qafpllocës dhe në kryqëzimin e Maliqit ku po orientojnë drejtuesit e mjeteve. Qarkullimi për mjete deri në 3.5 ton do të devijohet në aksin Maliq, Lozhan, Moglic, Gramsh në drejtim të Tiranës dhe Anasjeltas, ndërsa mjetet e tonazhit të rënd dhe autobusët nuk lejohen të qarkullojnë. Autoritetet bëjnë me dije se do të lejojnë të kalojnë vetëm ambulancat, shërbimet zjarfikse dhe mjetet e policisë, ndërsa strukturat përkatëse vijojnë monitorimin e situatës dhe orientimin e qytetarëve në terren. Si autoritet e kemi në mbikëqyrje prej ditësh tashmë, për javësh më saktë, por gjatë 48 orëve të fundit ka pasur një përkeqësim të ndjeshëm, të cilit në fakt edhe kjo është edhe arsye që erdhëm në terren, jemi të detyruar të bllokojmë plotësisht trafikun deri në gjetjen ose më saktë zbatimin e një mase provizore me një bypass në krah të Skarpatës që po zhvillojmë aktualisht. Ka një zhvillim të vazhdueshëm në përkeqësim, sepse nga mëngjesi për shembull spostimi i urës në mëngjes ishte 27 centim nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Nga vizita që ne bëm tani poshtë urës, aty ka prezencë po formohet betoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Kështu që si autoritet jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin e njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Parashikim të saktë nuk mund të bëjmë, por unë di të them që ne do fillojmë me njëherë punën me kontraktorin. Ne sot në orën 8:30 të mëngjesit zhvilluam një mbledhje me të gjithë inxhinierët, të cilët unë kam edhe me vete, ashtu si edhe me kontraktorin, por edhe me projektuesin e aksit rrugor. Dhe konkluzioni ishte ky që ne sapo tham, por donim të verifikonim sakt në terren, pra dhe vetë të ishim prezent që të ishte masa e duhur, pra jo një masë vetëm nga zyra, por le të themi edhe një masë e konfirmuar nga